Çto ankojmë neve, ne jemi mësuar tash me këtë ambient. Po bëja në këtë kasova jam. Po bëj 20 vjetë këtu. Pa pension, pa gjë. Por i pa punë. Qarë të ha? Po qarë të jetoj? S'mja, për nësë pension asgjë. Hiq, ja. Vetëm blesat me për plerat, për gjë, ha këtu. –30, 40 familje që janë këtu. Plerat këtu i veshin me përpara, tash ka ndryshuar pak. Vine, po jo shumë. Rallë vine, si porosit mund, për shumë teatri, silin e i maqini, silin edhe ju marrin ato qarë kanë jetë, ju venë zjala, venë të një. Edhe digin. Tash mbeturina digjen. Menaxhimi i mbedjeve të ngurta urbane në vendin tonë është një plagë e cila rrjedh nga e trashëguar ndër vite. Ndër problematikat më kryesore është djegja e këtyre mbeturinave në fushave të hapura, e cilët kanë shkarkime të jashtëzakonshme dhe të dëmshme në prishjen e cilësisë së ajrit. Gjithashtu, ndotjet e këtyre, si pasojë e shplarjeve të këtyre mbeturinave, mund të shkaktojnë ndotje në ekosistemet ujore, lumore apo bregliqenore, ku shpesh herë gjenden këto lloj depozitimesh të jashtëligjshme. Mbeturina fshati do kosha, nuk u ka fare. Makina vjen vetëm për dyqanet, jo për ne popullin. Neve atje në Buzlumi. Ku tjetër? Lumi bën detyrën. Neve kemi qenë në Greqi, se unë ka punuar në Greqi. Është koshi i ndarë, kartonat, shishet, e kurçinat kanë në kazanat veçante. Asgjë nuk ka këtu. Bashkia ka detyrimin ligjor që të dërgojë mbetjet që gjenerohen ditë për ditë në lamfillet e përcaktuara, gjithashtu të bëj edhe mbylljen e fushave të hapura të cilët janë jashtë standardi sanitar apo kanë ndikim të jashtëzakonshëm në mjedis. Na i morën tokën atje, se kishim neve atë tokë. Se thonë, shteti ta jetë ta merë, po në rapa buka ma. Po të do të me të dalim e neve si në qytet të marim një ajrë të pasë, ku të dalim? Ku të dalim? Erën e qelbër të atje. Pa mire beri, po ata thanë që do mbulojnë të berne, si kemi parë si i berne ati travash ka janë. Ere rendë shumë, jo këtu po dhe bisedat që bëjmë me Malikin, edhe ata shu thonë. Në Shqipëri, në djenin time, nuk ka një lamfill i cili pranon mbetjet inerte për trajtimin e tyre. Mbetjet inerte shkaktojnë dëme të jashtëzakonshme në peizazhet, sidomos në peizazhet natyrore, sidomos jemi mësuar të shikojmë në peizazhet breglumore, në ekosistemet lumore, të cilët ndosin edhe rrjedhat e lumit si pasojë e shplarjeve të elementeve ndotës që ndodhen në to. E nërë se ka, edhe i nërë se ka. Vjen skrepi, vjen i merë, po vetëm që i shtynë këtu drejt lumit. Pa përgjeshëm. E po i hedhin për gjithë vend. Ku të zenë, ku të munden i hedhin. Çështja e menaxhimit të mbetjeve gjithmonë ka hasur një problem me çështjet e financimit. Pra mungesa e financimit në këtë sektor është një nga problemet kryesore. Është shumë e rëndësishme që për të rimëkëmbur këtë skem të menaxhimit, pra të kemi një skem
sa më të mirë, sa më të organizuar, është e rëndësishme që bashkitë ku mendohet e nevojshme të ndihmohen edhe nga institucionet qendrore me një buxhet i cili të shkojë kryesisht në mbylljen e fushave të hapura, i cilët janë tashmë janë hotspote të ndikimit në mjedis.